Fatkeqësisht nuk ka pasur dallime të mëdha në mënyrën e organizimit të testit të maturës. Të njëjta dështime që janë shfaqur edhe në vitet e kaluara janë përsëritur. Kjo tregon një mungesë të sinqeritetit në organizim, tregon që dikujt i konvenon faktikisht që rezultatet të dalin më të mira, për shkak se nëse gjithçka do të mbahet në mënyrë korrekte, nxënësit do të dilnin me rezultate edhe më të dobta. Pra për të mos shpërfaqur dështimin në fushën e arsimit, oponentë të caktuar nga qeveria luajnë pra me hipoteza të tillë në mënyrë që shpërndarja të ndikojë në ngritjen e përqindjes së kalueshmërisë dhe kjo pastaj është një hap i cili ndikon në mos seriozitetin e organizimit dhe përgjithsisht mund të them në dështimin ngjajshëm sikur viteve të kaluara. Po kot janë masat teknike të përmenden që duhet bërë këtë ose duhet bërë atë. Unë mendoj se problemet kryesore qëndrojnë te vetë aktorët politik, të cilët asnjëherë nuk e kanë marrë seriozisht testin e maturës, po as fushën e arsimit në tërësi. Pra që të kemi një organizim të mirëfillt, vetë fusha e arsimit duhet të jetë prioritet qeveritar dhe që pastaj të kemi masa të tjera teknike që do të ndikonin për shembull teknikisht në bllokimin e sinjaleve të telefonave, në aplikimin e teknologjive të caktuara, por para së gjithësh në vetëdijsimin e shoqërisë. Do thotë në këtë formë se si jemi duke funksionuar faktikisht po bëhemi gazi botës, sepse nuk do të na merr askush seriozisht në një të ardhme të afërt në këtë mënyrë, duke keq përdorur në arsim, duke keq përdorur në fonde publike, duke mos pasur faktikisht asnjë përgjegjësi ndaj komunitetit dhe shoqërisë dhe duke synuar që çdo politikan të përfitojë nga ajo sferë ku punon, por që të mos se ketë përgjegjësinë e komunitetit. Jo, absolutisht nuk reflekton dijen reale. Unë thash është një proces i organizuar me shumë vështirësi, i organizuar me probleme të cilat vazhdimisht po shpërfaqen dhe kjo e shkakton një hendek në mes të atyre që më të vërtet kanë mësuar për provim dhe këtyre të tjerëve që janë pjesë e një grupi të privilegjuar, një grupi që e merr testin do të thotë 5-6 minuta pasi ai të shpëndahet me gjithë përgjigjet, kështu që nuk ka nevojë të lodhet dhe kështu do t'ju shkojë edhe jeta duke kopjuar në test maturës dhe duke marrur grada grada dhe kredenciale akademike, do thotë në mënyrë të padrejtë. Po pavarësisht vështirësive që shfaqen në vazhdimsi, nuk mund të themi që duhet anuluar testi maturës për shkak se ky hap do të shkaktonte pastaj probleme të mëdha sidomos në grupin e studentëve të cilët synojnë të studiojnë jashtë Kosovës. Duhet kuptuar që si parakusht për të studiuar në shumë shtete pra aplikohet edhe parakushti i testit të maturës, andaj edhe atyre do t'u cenohej drejta e studimit atje. Unë mendoj që duhet të ketë një seriozitet më të madh, duhet që politikanët dhe personat edhe të tjerë që janë në shërbim të politikës ta kuptojnë që shteti është mbi politikat ditore, interesat nacionale dhe fusha e arsimit duhet të jetë siç thash prioritet kombëtar dhe të mundohemi ta zhvillojmë shtetin tonë, nëse ne nuk e bëjmë kush do ta bëjë atë.